atje do të gjesh edhe këtë, që të them unë, se, që të them këtë njërë, pastaj më pyetje, se ndodh, thot Kurani, që libri i shenjtë bie edhe në duart të djallit. Po kjo nuk do thot se djalli bëhet besimtar, as dhe se Kurani turprohet apo ndodh gjë me të. Kështu që ai të majt çdo gjë, ai mbetet siç është një kriminal i vërtet, një bashkëpunëtor i disa bandave, një njeri i implikuar në shumë lloj krimesh. Zoti Berisha, kur jemi tek muaji i shenjtë Ramazanit, kryebashkiaku i Tiranës i arrestuar zoti Erion Veliaj ka thonë që ka nisur duke agjëruar Ramazanin. Taulan Balla sapo recitoi vargje të Kuranit. Do me thonë, çfarë tregon kjo për socialistët, do të thonë që i janë rikthyer Allahut dhe janë penduar ndoshta apo gjithë ato që kanë bërë? Në qoftë se është vërtet që është rikthyer agjërimit, edhe për atë them Zoti ja pranoft, por i them gjithashtu të gjitha vjedhjet e tij t'ja u kthej të varfërve, t'i dorëzoj, t'i bëj, t'i japi atyre që u ka marrë në mënyrë që të pastroj shpirtin, po edhe agjërimi, sepse në doktrinë duhet ta dini një gjë, që në doktrinën e Islamit edhe një moment po të kujtohesh dhe t'i lutesh Zotit të pranoj, ai është mëshirëplot dhe të pranon. Zoti Berisha, një pyetje që lidhet me Partinë Demokratike. Kur mblidhet kryesia e Partisë Demokratike dhe zoti Berisha, sipas informacioneve tona, ka nisur edhe konsultimet me drejtuesit politik për listat. A është e vërtetë kjo? Do nisin konsultimet me drejtuesit politik për listat. Drejtuesit politik kanë patur, janë ata që kanë drejtuar procesin në gjitha qarqet, do nisin konsultimet dhe pas konsultimeve me drejtuesit politik, do mlidhet kryesia, do hartoj listën. Ju e dini, do më thënë, tani ka qenë procesi më transparent i bërë ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Ajo listë do pasqyroj pa diskutim vullnetin e antarësisë Partisë Demokratike me ndërhyrjet, me modifikimet e domosdoshme për zonja, për të rit dhe me ndonjë rast për përfaqësimet e komuniteteve. Përfaqësimet në qoftë se konstatohen defekte serioze në përfaqësim komunitetesh, do ndërhyret. Vetë Sali Berisha do preferonte të ishte në listë të mbyllur apo në listë të hapur? Sali Berisha nuk ndjek kurrë Edi Ramën. Është Edi Rama ai që po më ndjek gjersa të i qafen. Një u parë.